أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, e dërgojmë. Nëse Allahun e gjithfuqishëm të na i pranoj ibadetet e ditës së sotme, na falë dhe të na orientoj aty ku është hajri dhe bereqeti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte njeri me moral të lartë. Këtë gjë kanë vërtetuar edhe librat paraprak, ku Allahu i lartësuar në Teurat dhe Injil pa të përmend nga trashëgimia atyre që ka arrit deri tek ne, se ai alayhi salatu wassalam asesi të keqen nuk e pason me të keqe, dhe nervoza ati nuk i shton vetë se urtësi. Pra, ai edhe pse nervozohet, ai veç bëhet hala ma i urtë, ma largpams, edhe po ashtu të keqen e fal. Prandaj një person njëherë i ka pas pejgamberit alayhi salatu wassalam një bargj prej hebrejve të asaj kohe. Në fakt pejgamberi alayhi salatu wassalam ati i ka pas bargj, edhe ai akoma pa ardhur koha e borxhit, ka shku te Resulullah sallallahu alaihi wasallam në praninë e sahabëve, edhe i ka bërtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "O Muhammed, hajde mo bjem ma shpejt borxhin. Çka u bë? Ti edhe familja apo kabilja jote jeni të këqij. Edhe në marrjet borxhit, edhe në dhënien e borxhit. Nuk e rrini njerëzve në fjalë, e kështu me radhë, këso kritikash." Në ato momente, Omeri radiallahu anhu ishte aty, edhe i bërtiti personit në fjalë, tha: "Mirë për ty, a nuk jetë ditë me kënje të folë?" Edhe i tha: "Ja Rasulallah, më lejo që ta mys." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Omer, leje, se a nuk e dinte që njeriu që i ki bërgj pare, i ki bërgj edhe me ia dru bërtimat, e ki bërgj me ia dru bërtimen." Pejgamberit, domethënë po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha: "O filan, me na falë, tha, që ta këna vënu borxhin. Inshallah taala do ta kthejmë së shpejti." Pastaj i tha sahabëve: "Kush prej jush ka mundësi me më dhon pare bërgj, t'ja paguaj këtij?" Se si kish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për arsye se akoma nuk kish ardhur vakti i pagesës. Para mendo ky pjaly për para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po sillet mirë. Edhe njëri prej sahabëve tha: "Unë ja Rasulullah." Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha: "Bjerë ma shumë." Jo vetëm qatë sa është borgji, po bjerë ma shumë. Atë të pritësen, i tha këti burri: "Këto tha ki dhurat prej meje për shqetësimin që ta shkaktoj Omeri." Për shqetësimin që ta shkaktoj Omeri. Edhe pse në transmetim përmendet se nuk ishte afati i kthimit në ato momente. Kish afat edhe një mujt, 2-3. Ky person, kur e pa sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, u ndal dhe tha: "Ndëgjoj, tha, unë kretë cilësit që janë të përmendura në Kur'an, në Teurat, ai ishte hebrej, tha, i kom vërtetu të ti. Vetëm ka pasmet një, me vërtetu cilësin, vetin tane, ku Zoti ka thënë Teurat, sa ma shumë ata që nervozon, ai qaq ma i sjellshëm bëhet. Ai qaq ma i edukum, ashtë." Tha dhe, "E di që se ke pas kohën e pagesës borxhit, e di se të kam vu në siklet, e di se kam marrë para kohë, e di se të kam thonë, kam ngushtu edhe të kam folë ma shumë se sa çka duhet, por të gjitha këto i kam ba veç me vërtetu
që kjo cilësi a është të ti ajo. Tha, tash e vërtetova, edhe e pranoj Islamin, edhe ra shahadet, elhamdulillah. Prandaj, cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë qenë të përmendura në të gjitha librat qiellor. E kanë pyet edhe Enesin edhe Aisha radhiyallahu anha, edhe kanë thonë, ka qenë njohur të sahabët kjo, se çfarë sjellje, qysh na përshkruani pejgamberin alayhi salatu wassalam me një fjalë. Para me thonë dikush për dikan, përshkru ma filonin me 2 fjalë. është problem, sepse na nuk jemi shembull në çdo aspekt. Na mund më konë të mirë në një drejtim, por jo të mirë në drejtime tjera. Jemi të mirë në xhami, por nuk jemi të mirë në tregti. Jemi të mirë me shok, po nuk jemi të mirë me prindër. E tjerë, se s'du ta në këtë pikë ta humbi shumë kohën. Edhe me një fjalë apo me 2 është problem me të përshkru, sepse jo në të gjitha aspektet ki hise pjesën më të mirë, jo në çdo drejtim, edhe me familje, me shok, me Zotin, me veten, me punën. E pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është përshkruar me 2 fjalë, kanë thonë ai është Kur'an i gjallë. Më thonë, nëse e merr Kur'anin edhe lexon çka ka mbrana ati 100%, ç'ky Kur'an, nëse do me ditë qysh ecë në tokë, po të ishte njeri, që kjo është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kur'an i gjallë, që nuk ka ajet, nuk ka këshill, nuk ka urdhën të Zotit që ai të mos e ketë vënë praktik, dhe nuk ka ndalesë që ai të mos jetë rujt ose largu prej saj. Kur'an i gjallë. Kur'an i gjallë, i cili ecën në tyrë të tokës. Më thonë, shënon Imam Buhariu, kur është pyet, na trega disa cilësit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Teurat, ai tha, njëjtë sikurse në Kur'an që i ka cilësit, ashtu i ka dhe në Teurat. Allahu ka thonë, thot, edhe në Kur'an, po edhe në Teurat, o ti pejgamber, ne të kemi dërgu dëshmitar për njerëzit, përgëzues edhe tërheqës i vërejtjes. Të kemi dërgu mja të rejkë vërejtjen popullit, anta abdi wa rasuli, ti je robi edhe i dërguari im, semmejtuke mutawakkil, të kam emërtu i mbështeturin në Zotin, ai që mbështetet shumë në Allahun, ai që nuk i tramet syni prej asgjahit, se është qatë që mbështetën në Zotin, qatë që lidhen me Allahin, sa absolut nuk mendon për njerit gjallë, Allahu Akbar. Shahidan wa mubashiran wa nadhira, dëshmitar, për mos me thonë, kërkush, deri në ditë gjykimit, deri në kiamet, mos me thonë, wallahi, unë do t'isha bën musliman pas kum pas pejgamber. Allahu me i thonë kretë njerëzimit, e ke pas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberin e ka tregu, thot, nuk ka njeri në botë që ka me dëgju për mu, për emrin tim. E pastaj nuk mbeson, vetë se ka me hynë xhehenem. Tërheqeni vërejtjen, këshilloni të dashur vëllezër, njerëzit, tregoni kush ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se po ta din njerëzit historinë e tij të vërtet, nuk ka shans mos mi besu. Sa njeri ka dasht, është nisë me shku me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka shku atje, po taku me ta, i kanë dëgju veç 2 fjalë, e ka pranu Islamin. A dini ju se njerëzit në Evropë, të cilët
e kanë përqesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë shkruar libra kundër tij, kanë bë lloj-lloj karikaturash, janë betu në armiqsinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë lexuar sakt për ta, jo ajo që u është servu nga armiqt, ju e dini se e kanë pranuar Islamin. E kanë pranuar Islamin. Nuk ka mundësi me gjetë në biografinë e tij diçka që mos me të shtime e dashtë. S'ka mundësi. I vetmi problem është apo arrim me lexu, me kuptu sakt, apo po shkojmë në burime të devijuara. Prandaj, kur themi ne filani është pasuesi i sunetit, për ty është fjala, për secilin për juve, se na jemi pasues të Kuranit edhe të sunetit. Duheni me pas kujdes se ty nuk njeh kërkush, po bën kështu djali i filanit. Po bën kështu djali i fistekit. Po bën kështu filan muslimane. Po bën kështu filan pasuesi, filan namazlia. A ke pa nuk përmend kërkush me emrin e babës, djali i filanit. Ata muslimanët. Sa për informacion, dje kisha një muhabet me dikën që erdhë me shfaq një hall për vllaun e vet. Edhe vllau vet namazli. Kjo letet threjke vrejtjes për gjithë neve edhe juve. Thash, që shiki ti punt me Zotin, a falesh? Tha jo, edhe tha që nuk falna. Ja, si qaj kur jo. Ja, tha unë edhe namazin ma nuk e du, thash ka kujti. A disa keq është, me të rejtë veç ty nuk ka shumë problem. Ty po të rejnë si vllau, djallë të agjes, kushene, shumë s'ka problem. Me u rejtë fejnë Allahit, për çka këtanin, e me shku dikush në xhehenem, nga urrejtja, pse të ka pa ty që ashtu të bo për fe, tu i thonë vetës musliman edhe ai të mendua ka kriju bindjen se që shtu Islami për mësoj ka këta. Me dhone, masi që shtu është, unë s'pa falë në heq. Pastaj ka dalë, du të me marë, e njerë me ala mirë trunin prej dyshimeve, e me ja vizlu, me ja pastru, e pastaj mu mundu me mjell ato që është e sakt, ka dalë. Ka dalë, ku e ke lezu ti që ashtu po i thot ati feja me bo karsheteje? Thanë nuk e kom lezu. A din që feja thot qështu ndaj vllaut, ndaj motrës, ndaj babës, ndaj nanës? Jo, thot s'pedi, thot, që ta shpeni, mirë. Qaj që pe banë, edhe që kja unë që për të thamë, a ka ndalim, tha po. A përshë që feja kona e mirë? Nëse ti e urrejnë namazin, a shkon ti në xhehenem, a shkon ai? Tha jo une. Po qash tha, mirë, kuj e ti bon dam me këti natit ti? Kuj bi bën dam? Ti po i bën vetës. A dën ti Zotin? Shumë tha, shumë e du. Ku ma gjëru tha, që ka përfundu Ramazani. Tash, elhamdulillah me dha fjallin që kam janis më falë, lusë Allahun që ta maj, fjallin. Nuk është problemi i një rastit, është problemi një fenomeni, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shëmbëltyra në çdo aspekt. Është problemi i ynë se na në momentin që shihen isharetet fesë të na, të jashtme ose të mbrëmshme, të dukshme ose të padukshme, e dy njerëzit që ti falesh. Po plus e ke lëshu edhe mjekrën, din tash ky çure dhe ja ka nisë edhe e ka lëshu mjekrën. A diçka themi ne? Këto e tham jo pis amli, pis idhti, e idhtë është. S'po më pëlqen me thonë, por po duhet. Ma mirë, mës me të njoft, mës mu identifiku si besimtar, ti mës me të njoft, veç me të njoft si djali filanit, edhe me të akuzu si djali filanit, po bën keq. Se sa me paraqit në anën e jashtme, me dhonë shenja të një muslimanit devotshëm, shenja të muslimanit devotshëm, të cilat nuk din mi majtë masën e ato shenja, nuk din mi adhonë hakin aty në shenjave, edhe në mënyrë indirekte qënë mesaje negative të dini Zotit. Qënë mesaje negative të dini Allahit. Kjo është gabim.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka shpyt Aisha, çfarë morali ka pas? Merr me ka thonë Kur'anin, çdo ajet Kur'anit të cilin ju e lexoni, që ajo ka qenë praktik të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kret pejgambert kanë pas morale të larta. Kupa, kapaku, kulmi i edukatës, i moralit, është plotësu, është përmbyll me Muhammedin alayhi salatu wasalam, është përmbyll. Çdo rregull, çdo zbulim se diçka është e moralshme ose s'është e moralshme, mas Muhammedit alayhi salatu wasalam që dal në stil i ri. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam turpi është prej imanit. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam turpi nuk sjell dëm kur veç mirë. E unë po më del në telefon një shkëputje ku një vajzë shqiptare muslimane thot a bën këtë në publik për 10.000 euro po thot. Prej punëve më të turpshme. Thot po. Po për një reklam a mbetë 7 zanë? Thot po. Ku më rinë? Ku shkon kështu shoqëria? Ku do më thonë, edhe nuk thirrësh një mision, të thirrët ai. Sepse ti promovon vlera, ata promovojnë antivlera. Çka ka qenë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam dërgu me i përmbush standardet, me aqit kapakin standardeve të moralit. Çdo gjë çka e kanë pru pejgambert, çdo gjë që e ka përmbyll Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sjelljen e tij, që ajo është moral. Çdo sen që bëhet ndryshe, jashtë asaj, që ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është moral më. Ai nuk është civilizim, ai nuk është arritje. Ai është paturpsi, ai është mëkat, ai është haram, ai është xhehenem. Varet prej madhësisë së atij turpi dhe atij mëkati. Kur ka qenë edukative me u folë në shpe, një muhabet i pahishëm mes antarëve të familjes me një fëmija. Sot vjen puna që ka dalet me u këqyr programin 24 orë, në të cilat non-stop flitet në dytë, edhe pastaj me dal me komentune për rrugë të gazetarët rrugaq, popolet atë dëgjojnë, ata të cilët i vënë në propozitat palakmush me njerëzit rrugëve, pleqt, me intervista që urshet goja pleqve të folës, e plakave ose njerëzve që s'janë tamam nivel duhur, ata gazetar rrugaq, që dojnë me ule autoritetin, edhe shkojnë zatetin që si njerëz që ai do me kallzu se ai civilizum është i ka 70 vjet ose 80, apo përcjell thot filan emision, e ju e dini për çka kam fjalën që zgjaten me muj, thot po bre, pra vallai foli shumë ajo filanja, foli shumë ajo fjestika, s'duhet, nuk duhet çashtu me shuj o plak. Shuj se bane vetën hor o migj. Ku për ty? Për atë fundit cillin ders e ke ngu. Për atë fundit cillin namaz e ke fal. Na kret e kemi njënën kom var, njënën për mi var, kret. Ama plaki, hala ma i kujdesshëm do të më konë. Sepse logjika është që i vjetër me dek ma përpara, i rju me etru pak ma gatë. Logjika. Edhe pse veç Allahu e dhe. E qëto, vlerat moralit, ti ke pas plakun që ka shku i ullë këm kryqë dhe ke marrë këshilla prej ti, edhe i të ka këshillu, edhe ka nxjerr gjevahir prej gojës vetë. Së ndodhe kundër ta. Andaj, Allahu i lartësuar e ka përshkru pejgamberin alayhi salatu wasalam, wa innaka la ala khuluqin azim, ti je në gradat më të larta të moralit. Thot Aisha radhiyallahu anha në hadithin e sakt, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur nuk i ka ra shëplak as një fëmis, as një gruas, as një robi, kur nuk ka marrë hak për vetën e ti, kur gjithmonë ka falë. E nëse është dasht mi ra dikuj edhe me përdor forcen, vetëm kur o konë gjihad, në luft. E ju dini se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka luftu. Po, a i ka qenë ma i mëshirshmi,
Ai ka qenë më i kujdesshëm, ai ka qenë që e ka ndalu me zullum, pa drejtësisht me umyt edhe një mac, edhe një pul, në anën tjetër, ka bo bashkimin mes kësaj edhe asaj që kur është lufta, njeri du të me dalë, jo armikut me ja këthy faqen tjetër nëse ta nëshën në një anën faqe. Por, në betejë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam është lërujt, se e ka thonë një hadith, njerëzit më të dënuar në xhehenem, cilët janë, ka thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam, ata që pejgamberi ka vra, ose ata pejgamberin e kanë vra. Ka dhe një transmetim surën Maide, një ajet, ku prej më të dënuarve, do t'janë personat të cilët kanë lypë sofrën me zbrit Allahi prej qiellit, Isës alayhis salam, surja Maide, edhe pastaj kanë mohu. Allahu ka thënë në Kur'an, unë do ta zbres, por nëse ju mohoni, kam ju dënu me një dënim që kërkuj s'ka me pas atë dënim që shkini me pas ju, dhe njëri prej tyne ka trahtu. E ulemat kanë diskutu që ta, që ka qenë një, në kohën e Isës alayhis salam, apo që ata që kanë myt pejgamber, se kanë myt edhe pejgamber, Zekerian dhe Jahjan i kanë myt, edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam ka shku në betejë, por nga rahmeti i tij edhe për armiqt është mundu me ik mbytje së armiqve në mënyrë direkte. E ka organizu ushtrin, i ka shty njerëzit, ma në armiqt, i ka mshu, me i mbyt, nuk i ka mbyt. Përveç njonit, i cili e konë shumë mendi madh, shumë trim, në thojza, sepse trimnia e tyne është e bazume në mashtrimet e shejtanit. Shejtani kur i shem e lachet, tërhiqet. Edhe i qënë deri të beteja armisht, edhe i lënë. Këta kemi të dëshmuar në Kur'an, në 2 vende. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka qenë Mekë, njëri prej armiqve më të mëdhenj ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë jam duke përgatit kalin edhe armët e mia i kum bë gati ty me të myt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, kemi në 2 takim, edhe kem me pa kush ka me myt. Në betejën e Uhudit, pejgamberi alayhi salatu wasalam po qëndronte në skajt malit, ai erdh para njerëzve dhe po i thot ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Le të vjen ai, le të ndal ai, unë kështu, i hypur në kalje ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve bja me një shtiz. Tha ja ku jam? Tha po ndal po. Atëre gjujti Resulullah sallallahu alaihi wasallam shtizën nga larg, edhe këtë pjesën e fytit, gërklanin që i thojmë na, me majeja shkeu. Edhe filloi ajri me hypër këtu edhe gjaku me i pik me i shku në lukth. Ra prej kalit, i thanë shokët e vetë e morën dhe ja vun dorën këto, hajtë se plagë e lehtë, a i thoi ke vallahaj sa plagë e lehtë. Vallahaj për qësaj ka me dekë se shumë është të mëdhimët. Pejgamberi thuhet që e kalon, e ka planifiku që ashtu, që me vdek, dal nga dal. Edhe i thonin hajtë se shnoshesh, thoi ke kur jo, se e di që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me manë fjallën. I thonë, çka manë fjallën, si më të ditë qa, a ke pas nëjë muhabet me të tha po. Si me thonë, para 10-15 vjetë në Mekë, më ka thonë, ti ki me dek për durëve të mija, ki me pa. Ai kur nuk e ka thuj fjallën, kështu po thotë kë. E ka ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e thënë fjallën. Njëherë një grupi Mekazve, të mbledhur rreth Qabës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po bën tavaf, ata po bëjnë hajgare me ta. Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen dita kur kam me pas punë me juve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit kur e ka ngrit gishtin, ja ka drejtu tjerëve, e kanë ditë që kjo është punë serioze. Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka ngrit gishtin, ose kur ja ka tërheq vërejtjen dikuj, ose kur ka dhënë në lajm
që është i rrezikshëm për botën tjetër në i haram e ka përmend aman o burra, sa që u ka skuq ftyra, kanë thonë sahabët, sikur me na tërheq vërejtën që po vjen një armik aman përgatit në aman se ardh armiku. Ashtu o koni kujdesshëm. Pashallahin, që ata të njëjtit thuhet që çdo darsëm që është bën, çdo gëzim që e kanë pas ata nuk janë gëzu. Gëzonu be se pe marton djalin. Ka thonë jo se na ka premtuar, nuk e than ai premtimin. Të gjithë që ata në betejën e Bedrit kanë vdek. Një natë përpara pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku, i inspiruar nga Allah, ka thonë filani këtu ka me dek. Filani këtu. Ja Rasulullah, kemi gale, filani që aty. Shkoni nesër këçurni janë në njëjtin vend. Të gjithë që ata që kanë qabe kanë qesh, apo e kanë përqesh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që aty kanë vdek. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka rre fëmijë, nuk ka rre gra, nuk ka qenë dorë ndaj askujt. E vetmja gjë nëse ka qenë luftë. Prandaj, o ju musliman, pasus të Kuranit dhe të Sunetit, aman në momentin që ju identifikojnë si namazli, keni kujdes me sjelljen e juaj, ose mos u identifiko fare. E ke pa kur shkon me një tesh një firmës saktume, qoftë private, publike, thojnë ata shefat, vënë amanën se tash thojnë filan kompania s'duhet përmend emra, ose si civil kur të përlash me dikën përlaju, edhe baje përgjithsinë vet, ose jo mu identifiku si punëtori jone. Njëjtë që është edhe Islami. Mos u identifiko edhe me bën një dëm në emër të fesë. Për arsye se kemi dhënë llogari për gjithë ata të cilët kanë me i bajt ato pasoja. Lësë Allah në zhjallë që të na falë, na uzaj, na bëjt të devotshëm dhe të edukuar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.